3 raste ka qenë për 2 muaj. Duhet të them që numri i aksidenteve rrugore gjatë deri tani domethënë duke përfshirë edhe aksidentin e dieshëm ku ju ndjeni informacionin që ndodhi një aksident me pasojë humbjen e 2 jetëve, deri tani janë 13 aksidente me humbje jete. Kjo është një shifër e madhe, domethënë për qarkun tonë, kështu që vëmend janar korrekt nëse flas. Po, janar korrekt deri tani. Ne jemi të angazhuar që problemet që lidhen me qarkullimin rrugor, me qarkullimin e mjeteve dhe të shtetasve, t'i kemi në fokusin tonë. Kështu që në vazhdimsi do t'i kushtojmë vëmendje të veçantë këtij problemi.